thot al-Hulejmiu, wa yaktubu lahumul hamma bil hasana, thot veç barjen në jetë të veprës të mirë, edhe në pamundësi e shkruan të mirë. Njëri ka bën jetë me bën një vepër të mirë, edhe qaddar Allah se më bën. Allah e thot me laçeve shkruaje se ka bën. Çka në hadith ka pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe nuk ja shkruan të keqën kur e ka bën jetë me bë, derisa ta bëje. Ande ka në hadith nga Tabarani, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu te bareke ve teala i thot me laçet çka i shkruan të këqija, prit deri në 6 orë. 6 orë vëzë. Pin 12 deri në 6. E ke bë gjunain 12. E Allah i thot me laçet deri në 6 me çka shkruaj. Se pendohet kë. Hiç më çka shkruaj. Apo, ndërsa me laçet së mirë thot shkruajmë një herë. Kush trajton ti çështo valla? Kush trajton dunjën çështo? Përveç Allahu te bareke ve teala. 6 orë. Edhe robi prapë pendohet. Robi sa afatin ja jep Allahu xhela njerëzve vëzë. Afat. Po sa do të 70 vjet ja ka dhënë njerëz sa afat do. Po ti është sa do më jetu 700 vjet, po kanë jetuar njerëzit. Prapë s'janë penduar. Andaj kjo është në kuptimin e emrave të Allahut te bareke ve teala el-Barr në fjalët e Hulejmiut.